Autoritetet e qeverisë thonë se qendra synon t'i përgjigjet rritjes së rreziqeve nga sulmet kibernetike ndaj institucioneve shtetërore dhe infrastrukturës kritike. Sipas tyre, në mbrojtjen e saj do të përfshihen jo vetëm sistemet civile, por edhe pjesë të infrastrukturës shëndetësore dhe arsimore, në një kohë kur gjithnjë e më shumë shtete i konsiderojnë sulmet kibernetike si pjesë të kërcënimeve hibride dhe asimetrike. Ndryshe kohëve të fundit, shumë shkolla fillore dhe të mesme në Tetov dhe jo vetëm u përballën me alarme të rreshme për bomba, duke shkaktuar ndërprerjen e orëve mësimore dhe kaos në sistemin arsimor. Projekti nuk është i ri në aspektin institucional, që në nëntor të vitit 2025, Ministria e Transformimit Digital kishte paralajmëruar krijimin e kësaj qendre, si fazë e radhës së strategjisë kombëtare të sigurisë kibernetike dhe një strukturë që do të funksionojë me gatishmëri operative 24 orë në ditë. Njoftimi më i fundit tregon se projekti po hyn në një fazë më operative, me fokus në zbulimin më të shpejtë të kërcënimeve, reagim më efikas ndaj incidenteve dhe rritjen e qëndrueshmërisë së institucioneve. Nga qeveria thonë se siguria kibernetike do të jetë pjesë e diskutimeve edhe në sesionin e ardhshëm të dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Washington.